Përshëndetje, nderuar kolegë deputet, kemi mbledhjen e radhës për ditën e sotme në Komisionin për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm. Forumi është dhe rendi i ditës me 3 pika: miratimi i kalendarit punimeve të komisionit për periudhën 13-30 prill, pas mbledhjes kryetarëve ditës së djeshme. Shpresoj që është shpërndarë në mënyrë elektronike dhe nëse jo, ju lutem ta shpërndajmë sot, koleg mbështetës, që të kemi mundësinë të diskutojmë dhe të votojmë në fund të akteve. Së dyti, projekt ligji për ratifikimin e protokollit shtesë 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të marrëveshjes për amendimin dhe adherimin e marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, ratifikuar me ligjin nr. 9696 datë 21/3/2007. Ne jemi komision për dhënien mendim. Këtu kemi të ftuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, zotin Enkelet Mustabilius, ministër, zonja Mevis Bajolari, drejtoria e përgjithshme e politikave të nxitjes së biznesit dhe çështjeve tregtisë, zonja Alketa Vejseli, drejtoria e çështjeve tregtisë jashtme, zoti Enea Beqiri, këshilltar, dhe relator është zoti Piro Vongo. Pika e tretë e rendit ditës është projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Kasa Depoziti e Prestiti, SPA, përmirësimi i rrjedhjes transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmetit të vitit 2019. Në këtë pikë do të ketë përfaqësues nga Ministria e Financave pas prezantimit të pikës së dytë. Nëse nuk ka ndonjë pyetje për rendin e ditës, kalojmë një në prezantimin nga Ministria dhe më pas relatore. Faleminderit. Shumë faleminderit nderuar kryetare, të nderuar deputet. Projekt ligji i sotëm ka për synim ratifikimin e protokollit shtesë të CEFTA-s, i cili është një nga hapat kyç të planit veprimi 2021-2024 për krijimin e tregut të përbashkët rajonal, i cili vjen në kuadër të procesit të Berlinit si një masë për adresimin e pengesave jo tarifore nëpërmjet miratimit të një mekanizmi efektiv për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve brenda CEFTA-s. Protokolli shtesë 7 synon të ndryshojë nenet përkatëse të CEFTA-s duke zvendësuar rregullat aktuale me rregulla më efektive për sa i përket zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ky mekanizëm përfshin procedura të ndryshme si konsultime, ndërmjetësime dhe nëse këto nuk rezultojnë efektive, procedurat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve nga paneli dhe arbitrazhi opsional i detyrueshëm për rishikimin e vendimeve. Risia kryesore qëndron te krijimi një procedure të mirë përcaktuar dhe të qartë për gjykimin e pavarur të mosmarrëveshjeve, e cila nuk kërkon verifikim në nivel politik. Ky mekanizëm i përmirësuar është i bazuar në rregulla, i pavarur, i paanshëm dhe mundson përputhshmërinë me marrëveshjet dhe garantimin e zbatimit të vendimeve të CEFTA-s. Një mekanizëm i tillë do të rrisë perspektivat për integrim të mëtejshëm tregtar midis palëve të CEFTA-s, duke zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë të parashikueshme dhe duke shmangur konflikte të ardhshme tregtare. Në këtë mënyrë përmirësohet edhe perceptimi i rajonit të CEFTA-s si një mjedis tërheqës për investimet. Reformimi i sistemit ekzistues është i nevojshëm pasi marrëveshjet tregtare duhet të zgjidhen për të shmangur efektin negativ që ndikon në integrimin e përgjithshëm dhe marrëdhëniet ndërmjet palëve të CEFTA-s, dhe kjo arrihet përmes një zgjidhje të thjeshtë dhe efikase të mekanizmit të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Zbatimi i këtij protokolli nuk do të sjellë efekte financiare shtesë në buxhetin e shtetit, përveç të rasteve kur Shqipëria është pjesë e një procesi për zgjidhjen e mosmarrëveshjes si palë kërkuese, palë përgjegjëse ose palë e tretë. Këto efekte financiare do të përballohen brenda tavaneve buxhetore të miratuara në ligjin vjetor të buxhetit për institucionet përkatëse, pa krijuar detyrime shtesë buxhetore. Ky protokoll do të hyjë në fuqi pasi të gjitha palët të kenë depozituar instrumentet e tyre të ratifikimit, pranimit ose miratimit pranë depozitarit. Dhe nëse protokolli nuk ka hyrë në fuqi për të gjitha palët brenda 3 viteve nga miratimi, ai do të hyjë në fuqi në ditën e 30 pas depozitimit të instrumentit të 5 të ratifikimit. Faleminderit. Faleminderit ju, zoti Vongo, fjala për ju. Faleminderit kryetare, nderuar koleg. Po e nis pikë së pari duke theksuar se kapikpamja procedurale kushtetuese është një akt i rregullt dhe i domosdoshëm për mbushja angazhimet tona ndërkombëtare. Protokolli i shtesë numër 7 në kuadër marrëveshjes tregtisë të lirë të Evropës Qendrore, siç njihet nga të gjithë CEFTA, nuk është thjesht formalitet e përmend me drejtë dhe zëvendës ministri, është një instrument në fakt për të mbrojtur interesin ekonomik të Shqipërisë në tregun rajonal,
siç dihet, Europa Juglindore është një hapësirë reale ekonomike për Shqipërinë, shkëmbime tregtare për afërsisht 2 miliardë euro në vit dhe Shqipëria eksporton rreth 700 milion euro në këtë treg. Për shumë sektor, nuk është një treg dytësor, është një treg parësor dhe pikërisht këtu është dhe dobishmëria e këtij mekanizmi të ri të zgjidhjes mosmarrëveshjeve. Shpeshherë pengesat nuk janë tarifat, janë pengesat jo tarifore dhe konflikte administrative që nuk gjejnë zgjidhje, ndaj dhe ky protokoll sqaron rregulla të reja loje. Së pari, një mekanizëm të detyrueshëm dhe të depolitizuar, nuk mbeten më mosmarrëveshje në tryeza politike, kalojnë në panel të pavarur, ekspertësh me vendime që duhet të gjejnë zbatim. Është një trup teknike, e paanshme, treantar, të përzgjedhur nga listë ekspertësh të miratuar nga të gjitha vendet palë në këtë marrëveshje. Kjo ishte elementi i parë. Elementi i dytë, një proces i plot nga konsultimi, ndërmjetësimi deri ke vendimi. Pra nuk kemi më ato improvizimet apo procedurat e paqarta, ndërhyrje politike, shpeshherë në bllokimin pika kufitare dhe kemi dhe afate për këtë zbatim vendimesh. Së treti, vendimet janë edhe të monitoruara, nëse nuk zbatohet ka pasoja konkrete. Dhe pika e katërt, sistemi është i shpejtë dhe i parashikueshëm në linjë me standardet e organizatës botërore të tregtisë. Çdo të thotë kjo për ekonominë reale, për eksportuesit shqiptar, për bujqësinë, më pak bllokime në kufi, më pak bllokime për mandarinat e konispolit, më pak ndalesa arbitrare për fruta, perime apo produkte blektorale, më shumë siguri në kontrata tregtare për eksportuesit tanë. Për industrinë e prodhimit, mbrojtje nga barierat jo tarifore apo administrative dhe akses më i qëndrueshëm dhe një klimë më e sigurt për eksport. Me pak fjalë, më pak risk, më shumë siguri në tregjet ndërkombëtare, nuk mbeten eksportuesit të vetmuar përballë një arbitrariteti eventual në pika kufitare, po kemi këtu një mekanizëm ku mund të kërkojnë të drejtën e tyre dhe ta fitojnë. Pra, përmes kësaj marrëveshje nuk lëm biznesin vetëm përballë padrejtësive tregtare, po ja kalojmë këtë barë shtetit dhe shteti ka tashmë mjetin për të fituar përballë padrejtësive eventuale. E fundit, për sa i përket efekte financiare, u përmend nga iniciatori, nuk krijojnë kosto të drejtë për drejta, por padyshim që nëse Shqipëria bëhet palë në një mekanizëm zgjidhje mosmarrëveshje, edhe në këto raste shpenzimet eventuale do përballohen nga buxhetet përkatëse. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Vëngull. Pyetje, koleg deputat? Zoti Imçi? Unë nuk e kam formën e pyetjes, por e kam diskutimin parim. Së pari edhe ne jemi si opozit jemi dakord për ratifikimin shtesë për sa i përket marrëveshjes të lirë të CEFTA-s. Pa diskutim kjo, ashtu siç tha dhe kolegu Vengu, ndihmon në pjesën e dhënies përparësisë së subjekteve eksportuese për të qenë më të mbrojtur nëpërmjet kësaj marrëveshje. Dhe që sigurisht i krijon dhe lehtësira bizneseve, pra në parim ne jemi dakord, mos e zgjasim dhe jemi dakord për ta miratuar, ashtu siç ka ardhur pjesë për ratifikimin e protokollit nr. 7. Ju falemnderit. Faleminderit. Zëvendësministër, ne në fund të vitit kaluar kishim një diskutim që lidhej përsëri me CEFTA-n dhe kërkuam një informacion që të ishe më gjithëpërfshirës për gjithë proceset. Në dijenin ton informacioni është përgatitur dhe është dërguar. Në dijenin e gjithë neve nuk ka ardhur, por gjithatë nëse ju keni dërguar, ne po bashkëpunojmë. I është dërguar sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit. Okej, do të vlerësonim që këtë pianistit ose kryesisë së komisionit, që janë dy kryetarë, sekretarja ose koordinatorit, pasi jemi sot përpara situatës që mbas 5 muajsh ne nuk e kemi. Keni shumë të drejtë sa apo të shkojmë në zyrë. Dhe ju vendos juve në pozitën që nuk keni raportuar. Megjithatë e vlerësojmë që keni raportuar. Është dërguar sa po të shkojmë në zyrë do e nisim në rrugë elektronike. Ose mund të nisni zonjë Silva Gjuzi si sekretare e komisionit dhe merr përsipër që gjithë anëtarët e këtij komisionit. Shumë dakord, patjetër. Nëse nuk ka pyetje tjetër, unë do ta mbyllja këtu, ne do e votojmë në fund, të diskutojmë edhe për pikën tjetër. Shumë faleminderit.
Rifillojmë komisionin mbas edhe diskutimit për projektligjin e mëparshëm. Në rendite kemi projektligji për ratifikimin e marrëveshjes financimit ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Kasa Depoziti e Prestiti SPA për mirësimi e rritjes të transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmeti vitit 2019. Ne jemi komision për dhënë mendim, të ftuar nga Ministria e Financave janë zonja Kisiana Alili, drejtoresha e përgjithshme e Borxhit Shtetëror dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, përfaqësohet nga zëvendësministri zonja Edona Bilali, zonja Ariona Seriani, drejtori i programeve të zhvillimit në fushën e energjisë dhe eficiencës së energjisë, zonja Ariona Gega, përfaqësues i sektorit të programeve të zhvillimit në fushën elektroenergjetike, zoti Redvin Marku, drejtori i Departamentit Ekonomik në OSHE, dhe zonja Ela Nika, drejtori i njësisë së projekteve në financim të huaj në OSHE. Sa janë të gjithë prezent, mirë se erdhët. Relator zoti Vëngu, fjala për ju zëvendësministre dhe pas zoti Vëngu. Faleminderit, nderuar kryetar e komisionit, nderuar antar. Kam kënaqësinë paraqes para jush sot projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Kasa Depoziti e Prestiti për projektligjin për përmirësimin e infrastrukturës të rrjetit transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmetit të vitit 2019. Siç jeni ndjeni, tërmeti i vitit 2019 goditi rënd vendin ton, por nuk u përjashtua nga kjo goditje edhe infrastruktura energjetike, veçanërisht në veri të vendit, specifikisht në qarqet Durrës dhe Shkodër. Kjo marrëveshje synon pikërisht adresimin e kësaj pasoje përmes një investimi 35 milion euro. Marrëveshja dhe projekti do të ketë konkretisht 3 komponent.
Fillimisht është ndërtimi dhe rindërtimi në stacioneve kryesore në Shëngjin, Shkodër dhe në Fushkruj. Komponenti i dytë është modernizimi i rrjetit të shpërndarjes në tension të ulët dhe tension të mesëm, dhe komponenti i tretë është instalimi i sistemeve të telekontrollit për menaxhimin efikas të rrjetit. Një element shumë i rëndësishëm i kësaj marrëveshje është karakteri vet i favorshëm financiar, bëhet fjalë për një kredit but me një normë interesi 0.5% në vit, me një grace period afatgjatë dhe një kozgjatje me afatshlyerje 25 vite. Çfarë bën akoma këtë mundësi më të lëvërditshme financimi për vendin tonë, duke minimizuar barrën fiskale dhe duke garantuar një kthim të lartë në formën e zhvillimit ekonomik dhe social. Ndërhyrjet do të bëhen tension të ulët dhe në tension të mesëm dhe përfshihen konkretisht ndërtimi dhe rindërtimi i stacionit të ri në Shëngjin, Shkodra 1, Shkodra 2 dhe ndërtimi në stacionit në Fushkruj për rrjetet përkatës të shpërndarjes. Këto ndërhyrje parashikohet gjithashtu që të ulin humjet teknike dhe të përmirësojnë dy indikator ndërkombëtar, siç janë SAIDI dhe SAIFI. SAIDI është përkatësisht System Average Interruption Duration Index, ose thënë thjesht, është një indikator që mat në minuta ose në orë brenda një viti sa kohë është ndalur energjia elektrike, ndërkohë që SAIFI është lidhet njëjti indikator, por është me frekuencën, që tregon sa shpesh është ndaluar energjia elektrike në minuta ose në orë brenda një viti. Edhe në këndvështrimin e gjerë strategjik, po edhe lidhje me procesin tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, ky propozim është plotësisht në përputhje fillimisht me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, objektivat për zhvillim të qëndrueshëm dhe energji të pastër, detyrimet që rrjedhin nga kapitulli 15 i akuis komuniter për energjinë. Gjithashtu, pritet që ky projekt të mbështesë fillimisht zhvillimin ekonomik të zonave të veriut, të krijojë mundësi më të mira për biznesin dhe investimet dhe sigurisht kryesorja përmirëson drejt për drejt aksesin e qytetarëve në energji të pandërprerë dhe me një intensitet të caktuar. Dua të theksoj gjithashtu që duke qenë marrëveshje ndërkombëtare, janë në fuqi të gjitha rregullat e financuesit, sa i përket kontrollit edhe të gjitha procesit nga nënshkrimi i marrëveshjes deri në zbatimin e saj. Në fazën e parë është bërë një studim fizibiliteti që ka përcaktuar pra zonat ku është e nevojshme ndërhyrja, ndërkohë që projekti i detajuar është parashikuar që të përfundojë brenda fundit të vitit 2027, ndërkohë që menjëherë pas përfundimit të detail design ose projektit të detajuar që përcakton thellësisht nevojat për ndërhyrje si në stacione, por edhe në rifreskim të rrjetit të shpërndarjes, do të fillojnë menjëherë investimi i cili është parashikuar që të përmbyllet për të gjitha zonat brenda vitit 2033. Faleminderit. Faleminderit. Nga Ministria e Financave, ka ndonjë shtesë? Dakor. Zoti Vëngu, si relator, fjala për ju. Faleminderit kryetare dhe të nderuar koleg. Është padyshim, kjo marrëveshje është padyshim një ndërhyrje direkte nga hallkat më kritike të sigurisë sonë ekonomike, që është infrastruktura energjetike. Sigurisht Shqipëria ka bërë progres të qëndësishëm gjithë të dekadë, duke rritur prodhimin, diversifikuar burimet, përmirësuar menaxhimin e rrjetit dhe kuadrin rregullator të tregtimit. Por krahas prodhimit, ritmi i modernizimit të rrjetit të transmetimit dhe atit të shpërndarjes ka qenë një sfidë e cila tashmë po adresohet me investime masive qoftë nga OSHE, qoftë nga OST dhe sigurisht dhe në bashkëpunim me financues të huaj, siç është rasti që shqyrtojmë sot. Marrëveshja e financimit me Kasa di Depoziti e Prestiti është nënshkruar për gjatë mbledhjes së dy qeverive në fund vitin e kaluar dhe adreson pikërisht të sfidë. Një financim 35 milion euro, kredi e butë, do mundsojë ndërhyrje aty ku impakti është maksimal dhe nevoja është evidente prej shumë vitesh, në stacione kyçe në Shëngjin, Shkodër, Fushkruj, modernizim linjash dhe digitalizim i kontrollit të rrjetit. Pra, nga një rrjet që reagon apo kompani që reagojnë për mirëmbajtje dhe rivënie në funksion, kalojmë në një rrjet që parashikon dhe ofron siguri. Çfarë do të thotë në praktik?
më pak ndërprerje sigurisht për konsumatorët, më pak humbje teknike, më shumë qëndrueshmëri qoftë për familjet, qoftë dhe për bizneset e zonës, ndaj dhe elementi i zhvillimit ekonomik që vjen me këtë projekt. Paketa investime në fakt që shoqëron kjo marrëveshje nga Fushkruja, Shëngjini dhe Shkodra është pjesë e një logjike më të gjerë, përmendi dhe zëvendësministria, integrimin në tregun energjetik evropian, përputhshmëria me standardet e BE-s dhe ndërtimi i sistemi që mbështet zhvillimin vendor. Në një ekonomi moderne nuk matet vetëm performanca, nuk matet vetëm me sa prodhojmë dhe si prodhojmë, por matet edhe nga mënyra se si e garantojmë atë që prodhojmë nga pikpamja energjetike, dhe energjia është baza e kësaj garancie. E fundit nga pikpamja rregullatore, marrëveshja e financimit edhe projekt ligji i ratifikimit vlerësohet se janë përputhje me kushtetutë në legjislacionin fuqi dhe respektojnë dhe parimet e drejtës ndërkombëtare të detyrueshme për vendin tonë. Ju falenderoj. Shumë faleminderit. Hapim seancën për pyetje, diskutime. Kush e kërkon fjalën? Zoti Imçi. Faleminderit, kryetar. Sigurisht që ne jemi pro investimeve, sidomos në infrastrukturën energjetike për përmirësimin e rrjetit energjetik, por pikpyetjet tona shtrohen në disa aspekte. Së pari, ky projekt akt nuk është përfshirë në programin analitik të vitit 2026, dhe kjo tregon edhe mungesë serioziteti të paktën për sa i përket pjesëve të investimeve nëpërmjet kredive huamarrëse, dhe kjo është shumë e rëndësishme që neve duhet ta kishim këtë edhe në programin analitik të 2026, gjë që mungon nga ana e Ministrisë përkatëse. E dyta, sigurisht neve këtu po kërkojmë të thellojmë borxhin publik, pavarësisht çështjes së përqindjes kredis që nuk mund të jetë një moment matës ose jo, por 35 milion euro shkojnë si pjesë e borxhit publik. Për sa i përket rritjes së borxhit publik, për sa i përket situatës që kemi në Shqipëri. Streti, dhe që është më e rëndësishme, pastaj është pjesa e shtrirjes së investimit. Fillojmë 2028 dhe përfundojmë 2033 për mirësimin e këtij rrjeti. Pra janë rreth 5 vite të cilët efektivisht do të kërkonim që të kishte qenë një periudhë shumë e shkurtër për mirësimin e këtij rrjeti dhe jo 5 vite, ashtu siç parashikohet në këtë lloj drafti, për t'i ofruar një shërbim aq më tepër kur po merret edhe një borxh, pse ky investim mos ishte më i afërt në të mira dhe të përkthyer në të mirë për qytetarët, dhe pse pritet viti 2033, gjë që edhe kjo është një shqetësim për neve për t'i ofruar shërbime qytetarëve më të mira në furnizim energji elektrike. Sot jemi 2026, pra i bie fiks pas 7 vitesh që të ketë përfunduar ky lloj investimi. Këto janë qëndrimet tona për sa i përket edhe pikpyetjeve në lidhje me këtë grant, me këtë hua që kërkohet nga qeveria shqiptare dhe që të firmos nga Ministria e Financave. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar deputet, për pyetjet. Lidhur me pyetjen ose komentin e parë për mosvendosje në planin analitik, projekt vendimet, kryesisht marrëveshjet ndërkombëtare, siç është kjo, nuk parashikohen asnjëherë dhe nuk përfshihen në planin analitik, pikërisht për shkak të mungesës të elementit të parashikueshmërisë. Ka disa procese të cilat çdo marrëveshje ndërkombëtare duhet të kalojë, që lidhet që nga ana e përcaktimit të dy vendeve, të institucionit përgjegjës që do ta zbatojë këtë projekt, dhe po të ndiqni kronologjinë e kohës, është dashur thuajse 1 vit që Ministria e Ekonomisë e shtetit italian të përcaktoi pikërisht institucionin që do ta zbatojë, që në këtë rast është Casa Depositi e Prestiti, dhe për shkak ky është vetëm një shembull, por shkaku kryesor është mungesa e parashikueshmërisë. Kjo është arsyeja pse nuk asnjëherë marrëveshjet nuk janë pjesë e planit analitik. Lidhur me elementin e dytë për rritjen e borxhit, qeveria shqiptare ka një politikë në fuqi, që është konsolidimi i borxhit dhe ulja e vit pas vitshme e tij. Po t'ju marr vetëm një shembull, në kohën ku arriti pikun, edhe në kohën post-krizës, borxhi publik ndaj GDP-s ishte 74.1%, ndërkohë që niveli aktual i borxhit është
53% dhe plani është që brenda 3 viteve të ardhshme të shkojë deri në nivelin 51%. Pra ka një politikë të konsoliduar e matur vit mas viti për uljen e borxhit publik. Nga ana e kushteve të kontratës, unë përmendat që në krye të herës kjo është një kredi e butë. Dhe po të shohim elementet kryesor, pra vetëm që tek norma e interesit 0.5% është një kredi të favorshme, e cila shkon edhe në përputhje edhe me një nevojë shumë të rëndësishme, kryesisht për qytetarët e këtyre rajoneve që u prekën nga tërmeti. Lidhur me elementin e tretë, që është kozgjatja e zbatimit të projektit, ne ndajmë plotësisht shqetësimin tuaj, jo vetëm për këtë projekt, po për çdo projekt i cili lidhet me marrëveshje ndërkombëtare. Dua të bëj një sqarim, fillimisht për projektin konkret, pra pavarësisht se tërmeti e goditi vendin tonë në vitin 2019, qeveria krijoi një strategji menjëherë lidhur me nevojën që ne i shprehëm vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vendeve të tjera partnere, dhe u deshën gati 2 vite që Italia të binte dakord për modalitetin që do na ndihmonte dhe sektorin, të cilët janë përcaktuar, pra është nis një listë nevojash nga ministri i rindërtimit në atë kohë, dhe ka qenë pala italiane që ka zgjedh sektorin se ku do të ndërhynte. U deshte edhe një vit tjetër, për shkak se më vonë erdhi dhe pandemia, u deshte edhe një vit tjetër që të caktojë institucioni që do të lidhte marrëveshjen, ndërkohë që duke qenë se kjo është G2G, pra marrëveshje qeveri me qeveri, vetëm vjet në vjesht, kur mbledhen edhe disa marrëveshje së bashku, qeveria shqiptare nënshkroi këtë marrëveshje në vizitën që bën në shtetin fshqinj. Ne kemi një prefizibilitet, është bërë pra një studim paraprak, ku janë identifikuar këto nevoja, të cilat për shembull në rastin e Shëngjinit, është përveç pasojave të tërmetit, është atashu edhe rritja intensifikuar e numrit banorëve, veçanërisht në sezonin turistik. Nuk lidhet vetëm me përmirësimin e kapacitetit të nën stacionit, po edhe me të gjithë rrjetin që shoqëron atë. Sepse elementi i tretë që është digitalizimi, qytetarët e prekin më pak, po sigurisht që korporatën e ndihmon shumë, këto dy indikatorët që përmenda paraprakisht, ndërkohë që do duhet një vit koha e studimit të thelluar, të projektit të detajuar, pikërisht për të parë a do të ketë nevojë vetëm për zëvendësim të rrjetit për shembull, ose nën stacioni mund të punohet mbi të, apo do të jetë nevoja për me kriju një nën stacion nga e para. Këto janë kohë të cilat patjetër qëndron absolutisht e përsëris shqetësimi juaj, por në çdo projekt me financim të huaj, edhe për shkak se ne jemi të detyruar që të ndjekim të gjitha procedurat sipas rregullave të paracaktuara në marrëveshje, do të doj kohën e vet. Kjo nuk do të thotë që paralelisht korporata nuk vazhdon me investime paralele mirëmbajtje. Jo vetëm këto zona, por në të gjitha zonat e parashikuara ku ka jo vetëm fluks, por edhe ku ka nevoja për ndërhyrje. Pra, ky projekt është një ndër projektet, jo vetëm me financim huaj, por edhe me buxhet të shtetit, sa i takon sektorit të energjisë. Faleminderit. Nderuar zëvendës ministre, pra ju po deklaroni që nuk ka një projekt të detajuar ende për sa i përket pjesës së investimit, sepse Në çdo projekt me financim të huaj ka një proces standard. Pra ne kur ulemi negociojmë marrëveshjen, që është faza parë se sa të vim në parlament, diskutojmë, paraqesim nevojat. Kjo është bërë që para 3 vitesh, pra qeveria shqiptare ka përcaktuar kush janë nevojat. Me ndihmën e konsulencës ndërkombëtare bëhet studimi i fizibilitetit, që është dokumenti që dorëzohet që ne vim, pra me atë studim fizibilitetit vim në këtë tavolinë para jush, të nderuar deputet, dhe kërkojmë miratimin e marrëveshjes. Vetëm pas miratimit të marrëveshjes, dhe kjo vlen jo vetëm për këtë projekt, por për çdo projekt me financim të huaj, bëhet studimi i detajuar. Pra studimi fizibilitetit ka përfunduar dhe mbi atë studim fizibilitetit del edhe vlera dhe zonat e ndërhyrjes dhe zërat e ndërhyrjes, 3 komponentët që listova, ndërkohë që detajimi, pra e thënë në gjuhë shumë të thjeshtë, nuk funksionon kështu, sepse ne do ta bëjmë këtë me financimin që po marrim nga kjo marrëveshje. Me mikrofon, zoti Klosi. Zoti Klosi, mikrofon.
ideja është se kam qenë pjesë dikur. Pra ti mund të çosh një projekt në 2023 me nevojat e tua, ata vonojnë 2 vjet, ndërkohë ai projekt ti e ke domosdoshmërisht mund të kesh ecur me projektin me buxhetin tënd dhe ai ka dalë jashtë lojë. Kështu që ti nuk avancon, nëse nuk avancojnë ata një herë në hapat e tyre, në mënyrë që ti pastaj ti jesh, sepse kompania OSHE ka dinamikën e vet që ecën gjithmonë me nevojat e veta, nëse nuk gjen zgjidhje të tipi financimi huaj. Kështu që gjithmonë, siç e tha zëvendësministja, do të pritet që hidhen ata me hapat e tyre, të jenë gati për financimin, në mënyrë që kompania pastaj të vijë me kërkesa të detajuara. Dhe kompania edhe po të vonohet ky projekt tashmë që ne bëjmë miratimin, nëse do të vonohet për shkak të palës italiane, ata do të jenë detyruar të çojnë projekte të tjera mbas 2 vitesh, 3 vitesh, sepse dinamika ecën shumë për sqarim këtu. Atëherë, do u dash ka dhe një vit projekti i detajuar, sipas deklarimeve të zëvendës ministrës, tani s'ma aq tha duhet dhe një vit tha maksimalisht, po shkojmë maksimalisht. Pra shkojmë 2027 përsëri mbesin 6 vite për sa i përket 2028 implementohet sipas relacionit që na keni sjell deri në 2033. Pra për mua janë 5 vite të cilat sigurisht kur kjo kredi ka fillon që në 2028 edhe për të disbursuar, por njëkohësisht edhe për të paguar dhe për të filluar për të bërë edhe pagesa, realisht 5 vite në gjykimin tim janë shumë për sa i përket pjesës së investimit për shkuar deri 2033, mund të kishim edhe afate më të shkurtra në pjesën e implementimit të investimeve, po flasim për sa i përket këtij projekti që kërkoni. Pra ju kërkoni 5 vjet për të përmirësuar këtë lloj infrastrukture të investimeve në energjetik. Gjë për cilën sigurisht që për sa kohë po u merr ka edhe kjo lloj huaje dhe nga ana tjetër ne zvarrisim në 5 vite të tjera pjesën e investimit që mund të kishe filluar dhe të mbaronte shumë më shpejt, sigurisht kjo na ngre pikpyetje në sensin e ofrimit të shërbimit për qytetarin dhe përmirësimin për qytetar. E dyta, ajo që konstatojmë është që ju referuat pa diskutim pjesës së borxhit dhe folët nivelin makro që kemi përmirësim. Por në fund fare kjo po borxh mbetet në zonja zëvendës ministre. Po borxh është, doni apo s'doni është borxh. Pavarësisht se ju thoni jeni në kuadrin e përmirësimit, ju mund ta përballoshet me fonde nga qeveria shqiptare dhe qëndrimi jonë është skemi se marrim fonde fare, sepse ka shumë sa duash fonde të cilat harxhohen sot për koncencione dhe fare mirë mund të kishin shku te OSHE-ja, pavarësisht qëndrimeve, pa dashur të bëjmë retorik politike, po realisht kjo është situata. Ndaj ju a thash, ju faleminderit. Faleminderit i nderuar deputet. Sipas relacionit, vërtet është e parashikuar për 5 vite, por unë ju garantoj që OSHE-ja në momentin që ka një kalendar punimesh, nëse është mundësia për të shkurtuar edhe orë, në mos jo ditë e jave, muaj punet, është maksimalisht e angazhuar për të çuar përpara këto investime. Ndërkohë që vetëm për informacion, ndërtimi i një nënstacioni të ri nuk është si zëvendësimi i një rrjeti të shkurtër, është një vepër e cila kërkon mesatarisht 22 deri në 33 muaj kur ndërtohet nga e para. Dhe ky është një proces standard pavarësisht llojit të financimit. Ndërkohë, e theksoj, paralelisht nuk është momenti 0 dhe momenti pas 5 vitesh. Pra do të niset me rifreskimin e linjave në mënyrë që qytetarëve t'i garantohet furnizimi i vazhdueshëm dhe me cilësi me energji, ama në fund të 5 viteve ne presim një proces të përfunduar, të menaxhuar komplet në mënyrë digjitale dhe të përmirësuar në këto zona. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë pra ndërhyrje edhe nga OSHE-ja gjatë këtyre viteve, por edhe me komponentë të projektit të cilët prekin drejt për drejt furnizimin dhe furnizimin cilësor të qytetarëve. Lidhur me të dytën, pra pjesën e borxhit, patjetër që ky është një borxh publik, por është si çdo borxh në momentin që qeveria kërkon ose zbaton një marrëveshje të re, është pjesë e procedurës së konsoliduar fiskale
që merr parasysh shlyrjen e kredive të tjera që ne bëjmë paralel. Pra ne marrim një borxh, po ndërkohë vazhdojmë shlyrën borxhe të tjera, gjithmonë në funksion të realizimit, gjithmonë të uljes borxhit publik, të cilët na tregojnë statistikat që ne e ulim vit pas viti. Dhe një borxh, pra marrim një borxh me 0,5% në vit, ndërkohë që vazhdojmë shlym kredi, të cilat i kena pas me kredi me enorm interesi dhe në totalin vetëm me pagesa më të mëdha që rezultojnë në një borxh të ulur. Është mënyra se si një politikë e shëndetshme fiskale vepron. Faleminderit. Zoti Klosi. Faleminderit kryetare. Më shumë edhe për detyrimin të pozicionit që ka mbajtur vitin e parë. Tani që të sqarojmë pak gjithë situatën me cilën ndodhet shoqëria sot. Shoqëria sot është duke na paraqitur një kërkesë për të marrë një financim i cili konsiderohet si kredi e butë. Dhe janë kredi që jepen në raste të jashtëzakonshme, siç është rasti i dëmeve që kanë shkaktuar nga tërmeti, dhe po flasim për një kredi e cila do përdoret për investimet e kësaj shoqërie e cila tashmë nuk ka më nevojë për ndihmë nga buxheti i shtetit për asnjë lloj financimi për shlyerjen e detyrimeve të saj. Përkundrazi, ne sot kemi një shoqëri e cila është një kontribuese madje shumë e rëndësishme në buxhetin e shtetit nëpërmjet pagimit të sigurimeve, tatimeve të VSH-s. Mund të jap dhe shifra që janë shifra mbi 50 milionë euro në vit, që operatori OSHE grupi kontribon në buxhetin e shtetit duke paguar në mënyrë të rregull detyrimet që ka. Dhe kjo është një situatë e cila ka ndryshuar totalisht me shumë vite përpara, ku ka qenë një situatë ku kishim një operator i cili jo vetëm që pagonte ato detyrime tatimore, përkundrazi kërkonte edhe financime për blerjen e energjisë, të cilën nuk e siguronte dot me fondet e veta. Kështu që jemi në një situatë ku kemi një kompani publike e cila ka dy alternativa, ose një alternativë të vijojë me zero financime dhe të vijojë me fondet e veta, duke kryer investime në mënyrë më graduale. Ka dhe një variant që është variant bashkohor, ku kompanitë shikojnë bilancet e tyre financiare dhe shikojnë aftësitë e tyre paguese dhe marrin financime për të bërë një realizim të një investimi, siç është nën stacioni, i cili është një investim i konsiderueshëm për zonën ku do bëhet, por ama ai kthimin e vet nuk e ka për 2-3 vite siç e ka buxheti normal vjetor apo 3 vjeçar, por e ka kthimin më të avash dhe për këtë arsye është detyrueshme të shkohet në kredi. Ka dy kredi, ka kredi tregtare që kompania shumë lehtë mund të shkojë dhe në dienim time ka shkuar, i ka marrë kredit pa ndihmën e buxhetit shtetit dhe i ka paguar ato shumë rregullisht pa kërkuar asnjë lloj ndihme dhe duke vijuar plan investimeve, por ka dhe raste specifike që janë shumë të favorshme, siç është kjo kredi e butë, e cila për mendimin tim është një gjë që ne kemi fat që kemi partnerë të tillë që na asistojnë në këto momente të vështira, duke na dhënë këto kredi buta dhe të vijohet me planin investimeve. Tani që të themi që investimet duan 5 vjet ecën 6 vjet, unë mundoja ta shpjegoja pak më parë. Pra OSHE-ja ecën me planin e saj të investimeve ashtu siç e ka dhe për këtë arsye me këto investime dhe me këto mirë menaxhim ka arritur që të reduktojë dhe humbjet në shifra rekord historik që flasim tani në nivelet e 16%, të cilët kanë qenë të paimagjinueshme para 10 viteve, ku dhe unë atëherë kam qenë pjesë e skuadrës OSHE-s, por që nuk e imagjinonim që të shkojmë në këto nivele. Fatmirësisht jemi në këto nivele, por ama që të shkojmë më tej me përmirësimin e mëtejshëm, sepse të gjithë jemi koshient që rrjeti ka akoma shumë nevojë për përmirësime, ka nevojë edhe për investime të rëndësishme, por që patjetër duan edhe një shtytje nëpërmjet këtyre financimeve, prandaj edhe unë them që është më se e logjikshme që ky financim duhet mirë pritet nga gjithë ne dhe të vijohet të lihet kompanisë që të vazhdojë punën siç ka vazhduar deri tani. Faleminderit. Zoti Jahaj. Shumë faleminderit. Faktun nuk është se duhet të përsëris një gjë që u tha edhe nga kolegët, po realisht besoj që marrja e një kredie kryesisht në këto terma financiare, që është kaq e butë, besoj që është një ndihmë shumë e madhe për gjithë operatorin e shpërndarjes për të vazhduar investimet dhe punën e mirë që është duke bërë në sektor. Mendoj që këto lloj mënyra të financimit, e cila duhet të kujtojmë dhe të theksojmë gjithë çka ardhur pikërisht nga mbështetja që kanë bërë partnerët tanë ndërkombëtar në një situatë të vështirë, dhe të gjitha vonesat, të cilët kanë sjellë në zbatim tani dhe në firmosjen e kësaj marrëveshjes nuk kanë ardhur pikërisht nga operatori ose nga shteti shqiptar, por është në kuadrin e gjithë procedurave që kanë ndjekur edhe shtetet partnere për të finalizuar këtë lloj mbështetje. Vlen theksohet që dhe jam i sigurt dhe besoj do konfirmohet edhe nga OSHE-ja që të gjitha ndërhyrjet urgjente që ka pasur nevojë sistemi i shpërndarjes ose ai i transmetimit që janë shkaktuar nga tërmeti janë marrë masat.
aktualisht nga OSHE-ja në kohë të shpejtë, të sigurt, dhe të gjitha këto ndërhyrjet që kryen tani janë pikërisht për të vazhduar për përmirësimin e shërbimit kundrejt qytetarëve. Vlen theksohet që, dhe unë nuk marr përsipër, po gjithsesi nuk jam as inxhinier elektrik, që kur kryhet një marrëveshje e tillë financiare, fizibiliteti nxjerr dhe kohën e implementimit të një investimi, nevojën që ka jo vetëm për të kryer investimi, po edhe për të kolauduar ai. Kështu që besoj që afati 5 vjeçar i implementimit parashikon të gjitha hapjet, jo vetëm ndërtimin e saj. Plus duhet theksuar që janë ndërhyrje në stacione dhe nuk duhen kufizuar shërbimet për qytetarët dhe ti kryen një investim duke mos ndërprer shërbimin, ndaj dhe koha e ndërhyrjeve janë të tilla që mos ta afektoj pikërisht furnizimin e vazhdueshëm të qytetarëve dhe mendoj që nuk është ky diskutim. Po diskutimi është që këto mënyra financimi dhe këto kredi me këto terma financiar janë shumë të rëndësishme që të vazhdojnë në sektor prioritar të shërbimeve që kemi kundrejt qytetarët, dhe ajo që është më e rëndësishme është që të konfirmojmë që OSHE-ja tashmë i ka të gjitha mundësitë financiare, teknike për të implementuar projekte të madhësive të tilla, jo vetëm me financime të huaja, po edhe me buxhetin e vet, pa pasur nevojë për ndërhyrje në buxhetin e shtetit. Dhe unë besoj që jemi të gjithë dakord që kjo marrëveshje, financimi dhe kredie në këto në stacione kryesore, siç është ai i Shkodrës dhe i Shëngjinit, janë shumë të rëndësishme dhe duhet vazhdojnë me një ritëm akoma dhe më të shpejt për t'i paraprirë të gjithë nevojës dhe rritjes kërkesës që ka të vazhdueshme në këto zona për furnizim me energji elektrike. Shumë faleminderit. Zoti Vëngo? Mendoj se kërkon një sqarim kjo çështja tematika e borxhit. Borxhi padyshim është në ulje dhe është në ulje për 3 arsye ndervore. Para, një rritje ekonomike, e dyta politika e qeverisë Rama për ta pasur këtë borxh të konsoliduar, ulje të deficitit, ulje të borxhit vit pas viti, dhe e treta dhe politikat fiskale dhe investimet që bëjmë pikërisht për të modernizuar të gjitha ato që dje kanë qenë bara fiskale dhe bara për buxhetin e shtetit. Pikërisht për efekt të kësaj politike arrin sot shteti shqiptar të marrë kredi me këto terma dhe me këto terma maturimi dhe me kredi të buta praktikisht dhe me një financim shumë herë më interesant. Pika e parë. Pika e dytë, financimi i këtij projekti nuk do të thotë që OSHE-ja nuk investon në modernizimin e rrjeteve në mbar vendin, qoftë edhe në Shkodër, qoftë në Shëngjin, qoftë edhe në Fushkruj. Përkundrazi, sikundër po vazhdon të transformoj gjithë rrjetin e shpërndarjes në Orikum, ku kam derin të përfaqësoj qytetarët, apo nesër të financoj sipas planit investimeve që ka, dhe dua ta falenderoj OSHE Group këtu që të vijoj investimin në fshatrat e Vlorës për gjatë vitit 2027. Pra, të gjitha këto janë pjesë e një integrimi të një strategjie dhe një qartësie investimesh që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë po implementon. Ju faleminderit. Zoti Sinaj kishte një pyetje dhe më pas zoti Himçi. Pyetje dhe diskutim bashkë do ta bëjmë. Unë jam shumë dakord për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Edhe njëkohësisht si kolegu parafolës, zoti Vëngu, që foli mbi uljen e përqindjes së borxhit me prodhimin e brendshëm bruto të Shqipërisë, është një nga objektivat që ka qeveria shqiptare dhe nga detyrat që ne ka lënë Bashkimi Evropian, dhe sot marrësh borxh duke ruajtur parametra do të thotë që ekonomia është në rrugë të mbarë, pra është në rritje. Edhe jam patjetër për ta ratifikuar këtë marrëveshje, kuptoj shqetësimin e kolegut, besoj ka pasur kolegut të opozitës, besoj ka pasur parasysh këto mënyrën e pagimit të borxhit që 12 vitet e para nuk paguhet principal. Mendon se mos kush e di vin radha në qeveri të opozitës, po ne do ta paguajmë datë borxh dhe pas 12 vjetësh, siç po duket historia për ca politik. Edhe mendoj që ajo që mua më shqetëson veç kësaj është e njëjta gjë që përmendi edhe Pirua. Në vitin 2019, në kohën e pandemisë, janë ndërprer disa investime
në rrjetin e shpërndarjes të energjisë elektrike në zonat e Vlorës, të qarkut Vlorës, janë ndërprerë. Unë kam pas rastin të angrëdhe njerë në komision, kur kam qenë antar i Komisionit të Ekonomisë, këtë problem dhe kam kërkuar se kur do të reaktivizohen dhe njerë ato projekte. Unë pa tjetër që përgëzoj këtë investim shumë i rëndësishëm për zonën e Veriut, për bizneset atje në zonën e Veriut, për të rritur shërbimin, do ulen humbjet besoj në rjet, pra të ardhurat nga OSHA do t'jenë të konsiderueshme për ta përballuar këtë borxh, por ajo që mua vazhdon të më shqetësoj është ndërprerja e atyre projekteve të investimit në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në zonat e qarkut Vlorës. Dhe doja mundësisht ndonjë përgjigje ose riaktivizimi atyre projekteve për ta përmirësuar rrjetin e shpërndarjes dhe në ato zona. Kështu që besoj do jemi të gjithë në një mendje suksese qeverisë. Të marrim dhe pyetjen e zotit Himçi dhe më pas i përmbledhem. Zoti Himçi. Faleminderit kryetare. Sigurisht që marrja një kredie, bjem gjithë dakord, është kur përfiton të mira materiale apo shërbime në një kohë shumë më të shpejt nga pjesa kur ti mund të investoje, domethënë ti mund të prisje apo të kishe pritshmërinë në një investim të caktuar kur të kishe sasinë e parave. Dhe kjo ka të bëjë me ato që flitet me eficiencë të investimit. Dhe eficienca e investimit kur shtrihet për 8 vite, sigurisht nuk justifikon marrjen e kredisë. Në këndvështrimin tim, marrja një kredie e justifikon kur ti e merr këtë shërbim me një eficiencë më dur, pra për 2 apo 3 vjet. Dhe ju vetë zonja zëvënës ministre thoni që ky investim, duke u nisur nga momenti që është i ri, shkon nga 22 muaj deri në 33 muaj, pra maksimumi deri në 3 vjet. Dhe ju shkoni akoma më tutje, në planifikim shkoni 2033, shkoni 5 vite, pra investimi dhe eficienca investimit në këtë lloj këndvështrimi që themi ne në marrjen e kredisë për ta implementuar atë nuk po justifikon eficiencën e investimit që të kërkon të bëhet. Ndaj, për këtë ngrita dhe këtë lloj problematikë, këtë lloj pyetje që dakord po merret uaja, po pranoj marrjen e kredisë but. Po si është situata kur ti je shtrike në 8 vite investim dhe jo në 3 vite investim? Ashtu siç e shprehet që investimi mund të shkojë nga 22 muaj deri në 33 muaj maksimumi. Pra, këtu kemi një problem që është nga ana juaj, po i referohem vetëm thënieve nga ana juaj. Pra, eficienca e investimit duke u marrë kredia është shumë e gjatë e shtrirë për të marrë shërbim më të mirë qytetarët në zonën e Veriut. Ju faleminderit. Tani mua vjen keq që na mungon sot zoti Hoti, se kaq shumë sa ka fol për Shkodrën këtë 6 muaj, sot që flitet për Shkodrën, dëgjojmë vetëm nga Vlora. Por edhe kjo vlen, sepse është një thirrje që investimet të vijojnë edhe në zonat në gjithë Shqipërinë në fakt. Edhe për këtë besoj që jemi gjithë dakord që puna nuk është se një sot, ka vite dhe infrastruktura e trashëguar, sikurse edhe humbjet në rrjet nuk kanë qenë parajs kur u morën para 12 vjetësh. Kështu që pa dashur bëj unë politik, një punë shumë e madhe është bërë në administri edhe për të ulur humbjet në rrjet, që nga 47% sot janë 17%, parashikohen 12% në 2030-ën dhe investimet po vazhdojnë. Unë do vetëm një kontribut do të kisha dhe pasaj zonjas ministre Vijoni, nuk do të ngatrojmë çështjet e investimeve që takojnë Ministrisë së Infrastrukturës dhe çështjet e likuiditetit që takojnë Ministrisë Financave. Dhe këtu ndoshta janë 2 element të shkëputur dhe një kredi që merret për 25 vjet dhe ka disa terma dhe kondicionalitetet, jo gjithmonë nuk kupton që ky është dhe afati i punimeve në investime. Edhe pse unë jam e bindur që investimet në disa zona, nëse nuk do të kishe probleme, siç e tha dhe zoti Jahaj, që të mos pengon të furnizimin aktual të energjisë, mund të avanconi dhe më shpejt se sa afati. Ato janë vetëm afate limit dhe duhem parë. Megjithatë, fjala për ju në mbyllje dhe bëhemi gati për votim. Faleminderit e nderuar kryetare. Lidhur me shqetësimin e ngritur me të drejtë nga
deputeti Sinaj, fillimisht po jap përgjigjen pra çfarë ndodhi pse u ngadalsuan procesi i investimeve. Në fakt nuk është vetëm për Vlorën, përgjigjja është e njëjtë për të gjithë zonat dhe nuk është vetëm për sektorin e energjisë, por është kudo ku kishte projekte. Siç jeni në Djani në vitin 2020, si Shqipëria edhe gjithë vendet e tjera, për shkak të pandemisë u mor një vendim fillimisht i riprioritizimit të projekteve dhe kalimit në rastin konkret për pezullimin e projekteve të investimit me qëllim rialokimin e këtyre fondeve për të bler energji në treg të jashtëm në mënyrë që konsumatori final mos ta ndjente diferencën e çmimit të energjisë siç nuk e ndjeu në Shqipëri dhe siç jemi koshient që në shumë vende të Bashkimit Evropian kjo barr ju kalu qytetarit, ndërkohë që qeveria shqiptare zgjodhi që të mbronte konsumatorin duke ngadalsuar pjesën e proceseve të investimit. Lidhur me sigurisht që mas mbarimit të gjendjes së jashtëzakonshme pas përfundimit të pasojave të pandemisë, investimet kanë rinisur sërish dhe unë po detajoj pak vetëm çfarë kemi për Vlorën. I përfunduar është ndërtimi i rrjetit tensionit mesëm tensionit ulët i fiderave O1, O2 në stacionin e Orikumit, në proces ndërtimi i 20 kV-shit tension mesëm tension ulët për fiderin O4 në Orikum sërish, në fazë tenderimi dhe i parashikuar në planifikimin financiar pra me investimet e OSHE-s për vitin 2026, zhvillimi i linjave tensionit mesëm 20 kV, kabina elektrike, linja tensionit ulët dhe përcjellës ose një orëndyshe si rrjeti ABC për fiderat O3, prapë në stacionin e Orikumit për 35 dhe 20 kV për furnizimin me energji elektrike, o njohur ndryshe si zona e Orikumit në plazh dhe është një financim për 240 milion lekësh të reja. Ky projekt është aktualisht në fazë tenderimi për 20 kV. Ndërkohë që në zhvillimi i rrjetit të tensionit ulët në zonën e Himarës është gjithashtu projekt në proces dhe me kooperacionin italian të zhvillimit kemi një projekt tjetër për rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët në zonën e Palasës dhe Dhërmi, Himar, i cili gjithashtu është në proces. Gjithashtu tek investimet për planifikimin financiar pra nga vetë OSHE-ja në 2026 është dhe rekonstruksioni i rrjetit tensionit mesëm, rekonstruksion kabinash, rrjetit tensionit ulët, kabëll ABC, në njollat pa investim në vetë bashkinë e Vlorës, investimi parashikuar 160 milion lek të reja. Të gjitha këto çfarë citova, pra përveç O1-shit dhe O2-shit që janë të përfunduara, të gjitha janë projekte të cilat janë ose duke u zbatuar në faza të ndryshme, ose të parashikuara në planin e investimeve të OSHE-s për vitin 2026. Lidhur me pyetjen e përsëritur të deputetit Himshi, lidhur me eficiencën e këtij investimi, është ndër projektet që jo vetëm kush mbulon fushën që unë kam derë të mbuloj pra të marrëveshjeve ndërkombëtare për të dy fusha dhe infrastrukturën dhe energjinë, kjo është ndër ato kredi që çdo investitor, në këtë rast është shteti, do të dëshironte ta merrte. Mjafton ta thjeshtojmë rastin duke e krahasuar me një kredi konsumatori që një qytetar shkon në bankë sot për të marrë një kredi për shtëpinë, shkon e merr me 5-6%. Ktu flitet për një kredi 0.5% me një grace period 12 vite, pra ne nuk paguajmë principal 12 vite dhe për të korrigjuar atë çfarë deputeti e keq citoi, shlyerja e detyrimit fillon në momentin që fillon investimi, pra ne nuk paguajmë asnjë lek gjatë kohës që bëhet studimi i detajuar. E thënë lidhur me pjesën e eficiencës së projektit sërish, e theksoj. Edhe nëse do të ishte bërë me fonde të vetë buxhetit shtetit, koha për nën stacionin është 22 deri në 33 muaj. 5 vite është i gjithë projekti, nuk është pra se i njëjti investim nën stacion për nën stacion me fondet huaja është më gjatë dhe me buxhetin tonë është më shkurt. 3 vite është nën stacioni, ndërkohë që për të plotësuar edhe me gjithë rrjetin e shpërndarjes, edhe me komponentin e digitalizimit, i gjithë procesi pritet të përfundojë brenda 5 viteve, një kohë krejt normale e parashikuar edhe nga korporata, ku e theksoj për herë në radhës
Gjatë kohës që implementohet ky komponent, të gjithë komponentët e tjerë të mirëmarrësisë për garantimin e furnizimit dhe furnizimit me eficiencë të qytetarëve vijnë i pa ndërprerë. Faleminderit. Faleminderit për informacionin që më dhat për investimet në qarkun e Vlorës dhe do t'i jap urime zotit Vëngu për orikumin që pas ka gjetur zgjidhje, po nuk pash tani ne nuk do të jemi lokalistë të merrem me zona të caktuara, po nga që zona e Selenicës, e lumit Vlorës është një zonë malore dhe ka shumë probleme me rrjetin e shpërndarjes. Nuk dëgjova asnjë gjë në ato investime të atyre fshatrave, pasi jam informuar nga OSHE-ja në Vlorë që ka pasur projekte, prandaj unë kërkoj reaktivizimin e atyre projekteve për përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes në këto zona. Në Tërbaç, në Vranisht janë të bashkisë Simarës, Tërbaçi dhe Vranishti, po ju përmendët vetëm pjesën e Bregdetit. Në Treblov, në Selenicë, në Armen, në Lubonj, në Kocul, është e gjithë zona që ka nevojë për përmirësimin e këtij rrjeti të energjisë. Faleminderit. Shumë faleminderit, bëhemi gati për votim. Së pari për miratimin e kalendarit, dje mbledhja e kryetarëve përcaktoi që ne kemi disa përkligje, për dhënie mendim janë 2 përkligje që kaluam sot, por njëkohësisht kemi dhe disa përkligje që jemi komision përgjegjës, që janë parashikuar me datat kalendarike për datën 16 dhe 23 prill. Kalendari është deri në datën 30 prill. Kush është dakord me kalendarin dhe mënyrën se shpërndar? Faleminderit, aprovohet. Vijojmë me miratimin në parim të projektligjit për ratifikimin e protokollit shtesë 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të marrëveshjes për amendimin dhe adherimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, ratifikuar me ligjin numër 9696 datë 21/3/2007. Kush është dakord me projektligjin? Dakord. Kundër? Abstenim, miratohet. Projektligji për projektligjin nen për nen, neni I parë, kush është dakord? Kundër, abstenim, miratohet. Neni I dytë, dakord. Kundër, abstenim, miratohet. Neni I tretë, dakord. Kundër, abstenim, miratohet. Votojmë projektligjin në tërësi, kush është dakord? Kundër, abstenim, miratohet. Hedhim për votim projektligjin që sapo diskutuam për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Kaza Depoziti e Prestiti SPA, për mirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në veri të Shqipërisë pas tërmit vitit 2019. Kush është dakord për miratimin në parim? Kundër, abstenim, miratohet. Miratimin nen për nen, neni 1. Dakord, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2. Dakord, kundër, abstenim, miratohet. Miratimin në tërësi, dakord, kundër, abstenim, miratohet. Shumë faleminderit, edhe takohemi ditën e nesër në seancë.